kafe takura çdo ditë me prind. Mendoj që ata janë pjesë shumë e rëndësishme e jetës tame. Mesatarisht, nuk është që kam shumë rreth të madh shoqërisë, po ata që i mbaj për vete dhe i du fort. Kështu i kam atë pjesën time që më rrethojnë të njerëzve të mi. Nuk e pranoj lehtë dikon, apo kupton, po kur e pranoj, mandej e pranoj pa limite. Ata kanë qenë shtytja e drejtimit praktikisht, më shumë na kanë orientuar kamifësia e kam dashur të punë, nuk është që nuk e kam dashur. Kam punuar me babën shumë, ata janë shtytja, janë përkrahas shumë, i ndoj mëngjeset, mbrëmjet, gjithmonë pi kafe takura çdo ditë me prind. Mendoj që ata janë pjesë shumë e rëndësishme e jetës tame. Çdo lajm të parin e ndoj me ta. Domethënë është me të vërtetë pjesë e rëndësishme. Sa mirë, cilët i kanë gjak kështu? Babet pak më shumë. Po, a? Fizikisht. E me karakter? Me karakter dy atë ma shumë kanon, po, jemi mix, po pak ma shumë kanona. Okej, e me vllanë edhe me motën kështu, sherrat ma shumë me cilën i ke bo? A garant ata dy kanë bo sherrat e ti s'ki bo sherrat? Jo, fillimisht me motrën, madje pak ma vonë me vllanë. Okej. Pak ma vonë me vllanë. Ondër, në i profesion tjetër, e ke pas Rajmond, a dyqysh deshe për shkak të rrethonave që është veç je rritë për shkak të prindit? Jo, stomatologjia gjithmonë ka qenë, gjithmonë. Pi rej shkollës mesme, se qysh prej e vogël e kam pas krijuar ëndrrën tem për me bë diçka të mirë në pjesën e stomatologjisë, për me pas një klinikë temë, për me pas ato punën tem që unë du me menaxhu, punën tem që unë du me pas principet e mia me pacientat, cilat unë du mi kriju, shfaqjen time, domethënë gjithçka ka qenë. Edhe për shkak mendoj se secili duhet me pas ëndrrën e vet qysh prej fillimit, cilën e realizon, se ajo është cilë sukses. Po, veç nga njerë shumë vështirë, dyqysh njerëzit e shohin që veç i lojnë edhe në gjys edhe ëndrat, për shkak edhe të mos përkrajes edhe familjes e kushteve, gjithçka tjetër. I shoh shumë njerëz, domethënë në gjysmën e rrugës, në 70% e rrugës dorëzohen, domethënë marrin një kthes tjetër. Kjo mundet me qenë mirë, sepse sidomos gjeneratat e reja janë shumë rrezikojnë shumë, domethënë në momentin e fundit, por që mundet edhe mos më shku mirë, domethënë është ai rreziku që e ndon. Ti ja ke qenë kështu rrezikante? Në drejtimin tim vazhdoj, domethënë vazhdoj, nuk është se ndalet, nuk është se mund me ndal gjëra të ndryshme, nuk ja vlen. Okej. Duhet me ecë përpara. Veç me fat në këtë pjesën edhe të përkrahjes së familjes, Rajmond. Është fat. Se për një nuk është edhe lehtë me gjetë, nuk ka insistu kur ndoshta. Se di, megjithëse në momentin kur ti s'ke besu hiç fare në vete, ke pas ata që kanë besu në ty, dhe dyqysh vyn nganjëherë me të shty dikush tjetër përpara. Është vërtet. Veti kemi ato momente të dobësisë, shumë duket. Unë edhe me A ka pas Rajmonda, tregohet si padyshim po. Momente dobësie. Padyshim po. Edhe kur flet me familjarët e tu edhe të kthejnë ashtu në vetën tonë, tu e njoft vetën kush je, a mundesh, a e din ti që mundesh, atëherë ki me ecë përpara. Mendoj që për secilin duhet me qenë motivim. Për mu gjithçka rrjedh pi brenda jashtë, jo për jashtë brenda, sepse këtu e shohësh të tritë. Mendojnë që një pamje e mirë, flokët, fytyra, nuk ta japin ato suksesin, është afat shkurt. Është afat shkurt, mundesh mu dëshpëru mandej shumë. E shohim edhe me rrjetet sociale, janë algoritmet e ngritjes, uljes, domethënë dinë edhe me cilë kanë njerë edhe zhgënjem. Prandaj gjithçka rrjedh prej brenda, plotësimi prej brenda, njohja e vetës e mekanizmave të prej brenda. Mandej kam pas fatin edhe bashkëshorti që është stomatolog, është kirurg maksofacial, e ndojnë atë njëjtin profesion, atë njëjtin punë.